Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm në përmbyllje të temës rreth vlerës së këshillës, edukatës dhe objektivave të këshillës, dëshiroj me i thonë një 2-3 fjalë, gjithnjë me shpresë që të ndikojnë në përmirësimin e sjelljeve tona individuale, familjare, shoqërore e kështu me radhë. Sepse herë të flasmi dhe të përcjellmi fjalë prej Kur'anit famëlar dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi për qëllim më të mirën të mundshme. Kemi për qëllim në radhë parë që të përmirësohemi ne që flasim dhe pastaj edhe ata të cilët na dëgjojnë me lejen e Zotit të Madhërisëm. Vëllezër të ndershëm, tham në dersën e kaluar se prej objektiva, prej qëllimit të këshillës është që të qëndron e vërteta dhe të mos forcohet e pavërteta. Por mes këshillës synohet që të përparon e mira dhe të ndalet e keqja. Kjo është qëllimi i këshillës. Do me thonë me rrit të mirën dhe me parandalu ose me ndalu të keqen. Dhe me ardhë në shprehje e mira dhe mos me ardhë në shprehje e keqja. Vëllezër të ndershëm, është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: besimtari, njeri i Zotit, besimtari thotë është këshillues i mirë dhe i sinqert, ndërsa hipokriti, dyftyrshi, thotë është tradhtari i cili godet pas shpine. Do me thonë, nëse ne nuk e këshillojmë për të mirë dikan, që e kemi shok, mik, dashamir, familje, rreth, kjo i bje që ne kemi tradhtu, sepse jemi kanë të vetëdijshëm që ai të shku rrugës gabune, dhe ne e kemi tradhtu, do me thonë, emanetin që kemi pas ndaj tij. Ku do që t'jetojmë, vëllezër, çfarë do kohë që t'jetojmë, ne do të reflektojmë si musliman. Besimtari është njeri pozitiv. Besimtari, ai që e beson Zotin hak, edhe e beson ditën e gjykimit, beson në botën e përjetshme, ai kudo që t'jeton, çfarë do rrethana që t'jeton, ai është pozitiv. Është i sinqert edhe duhet të jetë pozitiv. Ndodh nga njerë që e mira mos mi pëlqy tjetrit, por ne nuk e themi ata që jemi kundër tina, por thjesht ne tregojmë të mirë. Ne s'kemi asmërime, askan ku t'ja themi të vërtetën, por thjesht i tregojmë se këtu në këtë çështje, në këtë mes janë dy gjana, e mira dhe e keqja, dhe unë jam me të mirën. S'do të thotë që jam kundra teje, por jam me të mirën. Pra duhet të triumfon e mira. Besimtari s'ban me ikdor prej këshillës. Thot një fjalë e urtë, vëllezër, thot ai i cili nuk e merr këshillën sot, fal, thot të nesërmën detyrohet me pagu kostën e të keqes. Ndoshta detyrohet me pagu edhe me pare, po si bandobi. Është interesant se në jetën e kësaj bote jeta o trajektore. Hec, por ti nuk e di të ardhmën. Sot ti pët mundësia me kuptu një të vërtet, një të mirë, dhe ti e refuzon. Mas 5-6 hapave tjetës tane, kemu përballë me qatë mirën. Dhe ndoshta kostoja e të keqës ka me konë shumë e madhe. Kostoja e refuzimit të mirës ka me konë shumë e madhe, ndoshta dhe pariparueshme. Sa njerëz të rije të reja e dekapitulojnë fatën e jetës tyre për shkak se në fillim s'kan dëgju të mirën, e kanë pasu të keqën dhe pastaj keqja ju ka bë bumerang. Pra vëllezër të ndershëm, ne duhet ta këshillojmë njëri tjetrin për mirë, sepse qëllimi i këshillës është me rujt të mirën, me rujt vërtetën, me rujt të sinqertën, me parandalu të keqen. Dhe ilaçi më i mirë është parandalimi. Po jetojmë na sot me një kohë të vështirë, gati se po dalim pe kontrollës edhe
edhe antarët e familjes, edhe fëmijët, edhe shoqëria dhe për shkak të mediave, për shkak të burimeve tjera, rrjeteve sociale kështu me radhë. Por ne duhet të jemi të sinqertë në muslimanët, ne që besojmë Zotin e Madhreshëm, dhe të mos e ndalmi këshillën, të bisedojmë me antarët e familjes, të bisedojmë me fëmijë, të bisedojmë me rreth ku jetojmë, të bisedojmë me komunitet, dhe të ngritët zanit mirës. Sepse pastaj të vjen nesër gjuna, kur ta pash se si përfundon keq një antar i familjes, një shok, një mik, një dashamir kështu me radhë. Ne jemi popull vëllezër që jemi të lidhur njëri me tjetrin. Që çu në xhami sa jemi na me hi hall në historike dalmi bashkë. Jemi të lidhur familjarisht. Po të ndalmi dhe të bëjmë analiza çtu të mesin ku jemi ne, të gjithë dalmi të lidhur njëri me tjetrin. Ky është kodeksi familjar i joni shqiptarëve. Por këtë arsye edhe e keqja lëndon shumë, edhe mira në bander shumë. E keqja pri shumë zinxhir, se jemi familjar. Një e keqja në godet kejve. Po edhe një e mirja shumë i hajrin kejt. Sepse jemi të lidhë njëri me tjetrin. E pra, gjysma e fejes islam është këshill. Nëse e merë vëllezër Kur'anin lexon me vëmendje, gjanë që gjysma e shariatit islam është këshill. Gjysma. Sepse jeta kësaj bote është e dizajnuar në atë mënyrë dhe ka nevojë që dikush më thonë mos e bën këtë, mos e bën atë, ruaju për kësaj pune të keqe kështu me radhë. Se jeta është e tillë vëllezër. Kemi thonë një herë këtu në kursi se e keqja dhe mira janë kriju për një herë. Tash në varet njeriu cilën e ushqen. Ka anon njeri. Anon ka e keqja, anon ka e mira. Por nyshja dhe e keqja e mira janë kriju për një herë. Dhe përfundojnë për një herë të dyjat, kur përfundojnë bota. Por njeriu e ka mundësinë me zgjedh, a don me forcu të mirën, sinqertën, devotshmën, apo po don mu bë gati të keqës. E ka plot njerëz fatkeqësisht që këtë energjinë e jetës intelektuale, fizike, e shpenzojnë në të keqen. Allah i na ruaj, është një ajet në Kur'an në surën Kaf. Allah thot aty tregoj se kush ka dështu. Thot aty tregoj se kush ka dështu nesër para Zotit. Kush e ka humbë të përjetshme. Edhe ka dhënë shpjegimin vetë. Ka dhënë ata të cilët kanë vrapuar në këtë dunjë mas të keqes. E kanë shpenzuar këtë energjinë që ja kanë dhënë. Edhe në fund e kanë dekapituluar fatin e jetës tyre. Dhe kanë ndërprer rrugën për të përjetshme. Sepse i ka bojë zmet të keqes. Kur mos u rreshton me të keqen. Dhe nëse është e fortë. Kur? Sepse nuk përfundon rrëfimi për jetën vetëm këtë botë, por ka botë tjetër. Edhe nëse e keqja është e fortë, mos u dorëzo. Mos u bar gati thoj. Se cilit këmë jarë rani me dhënë llogari para Zotit Madhreshëm. Se cilit. Dhe se cili ka me dalë para Zotit me fletorin e vetë, me barën e vetë në shpinë. Dhe atërë ka me kuptu se cila dallimi mes të mirë dhe të keqes. Pra besimtari gjithë një është argatit mirës mesër. është pozitiv, është i sinqert, i drejt, e do të mirën e kështu me radhë, sepse s'ka hapësirë tjetër. Allahu na thon në Kur'an që në fillim me përmisu veten, me këshillu veten. Thotë ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Thotë ju apo i këshilloni njerëzit për vepra të mira dhe po harroni veten? E fala ta'qiluna, s'po mendon që s'është në rregull diçka? Që nuk kupton se nëse do me përmisu diçka të më fillu pe vetes, jo pe tjetrit. Kjo ajet është shumë interesant dhe zër. Allahu thot në Kur'an: "Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." A ju po i këshilloni njerëzit për të mirë, wa tansawna anfusakum, dhe po harroni veten? E fala ta'qiluna, as po logjikon që s'është në rregull diçka. Pra ne kemi për shëllim veten me përmisu njerë, pasaj me drejtu gishtin ka tjertë. Nëse dojna me i shërby shoqërisë.
Vëllezër, për shembull, në familje, nëse dojna me eduku fëmijë, nëse ne kemi sjellje negative, 100 fjalë nëse a thu fëmijës asnjëna s'vlen. Ai pse s'ta kthen llafin, pse nuk reagon, s'do me thonë që tu ka bind, sa i tishe sjelljet. Sjelljet i ka po ai, ti ka të fol për fjalë. E pasaj ku të rritet dhe reagon ai keq, ti thu, po qysh u prish ky për një javë, jo ky s'u prish për një javë. Ky ka qenë herët i prisht, dhe që ka prit momenti kur ti vjen. Pra nuk ndikojnë fjalët nëse sjell dhe kemi të këshia. Çka muna me bind, si shembull po e marr një fëmijë për shembull në familje, mi thon falë se duhet më fal e vet nuk falësh. Qysh e bind ata? Qysh? Ose thu diçka për bamirësi, kur ti vet kur sjep, si shembull, a? Ose flet për vlera, e në realitet ai shef që ti si vlerat. Pra duhet mënyrë konkrete me fillu nga vetja. Wallahi kena emanet, mas pari vetën tonë, jetën tonë. Pastaj kemi emanet bashortët, pastaj kemi emanet fëmijët, i kemi emanet prind, jetës e bote. Kujdes qysh pe harxhon jetën dhe kuj pi shërben. Dhe mos hek dorë kur prej këshillës, prej të mirës. A e di kur hek dorë njeri për këshillës? Vetëm atëherë kur t'ja merr Zoti gojën kejt. Në shtat vdekje, se mos sun flet. Në qëtë kohë, Allahu ja hek përgjësin, s'ka përgjësi më, ke foli, s'foli, se ka arë fundi për ta. Por nyshe dhe vdesmi, du të me konë argat të mirës, vëllezër. Te vdesmi. Më ma argat i të mirës. E sidomos në kohën tonë, që po rrit me një brez, edhe alhamdulillah që e kemi sepse Kosova nifët si populli shqiptar në përgjësi, si populli me mesatare të rinis, që nifët si populli që e ka popullatën më të re, pothuajse në botë. Në Evropë po se po. Kjo është potencial, vëllezër, që na ka ndëru Zoti me rini. Ama nëse ne nuk i orientojmë rinin në rrugë të duhura, nuk i përgatitmi, nuk i emancipojmë, nuk i edukojmë, këta bën të rrezikshëm. Sepse njeriu pa edukat është shumë i rrezikshëm. E për mu përmisu kjo rini, do të me fillu për pragit familjes. Me diskutu për temat aktuale që janë në familje. Edhe mi thonë, modeli jonë është ky, historia jonë është kjo, popullin është ky. Të më thonë, me bind në rrët gadualshme dhe mi thonë, ti du të mu rrit edhe mi marë përgjëtësit në raport me familjen në raport me Zotin. Se vallahi s'munët me ka një dobeshëm a i cilës ja ka frika Allah të zëvë gjelë. O vlezra i cilës e njef Allah në zëvë gjelë, që shkom të njohë thymëre. A që i kryu si nuk e njef. A që zbanë përgjësi përballë Zotit, përballë kuj me bajt përgjësi jaj. Fra shumë me rëndësi, që frimzojmë. Me dhanë ti rritësh, banë përgjësi, do të me ndiku pozitivisht në familje, që është në rreth, sepse pret familja, pret shoshia kështë më radhë. Bashkëbisedoni me familje, këshilloni me zveti. Por gjithsesi duke fillu këshilla prej vetës. Prej vetës. Në heshtje, njerës kanë më të kuptu sa ki sinceritet, sa ki dije, sa ki burni, pe distancët të matin nivelin të në. E fëmijët kanë shumë aftësi me kuptu për shembull se dhe ku shkon mirësia babës për shembull. Se vëllezër nuk është njeri prind vetë se bëhet shkaktar me lindë dikan. Dhe nuk është prind vetë se ti e pagun shkollimin parën teshën. Jo, ti e kem një prind për shkak se kujdesi për edukatën e tina.
Nëse ne si edukojmë, si këshillojmë, i bje që se kemi dalë hapësht fëmijëve tonë, rrethit tonë, familjes tonë e shumë e radhë. Pra do të jemi të kujdesshëm vëllezër, dhe këshilla është shumë e rëndësishme në Islam. Dhe qëllimi i këshillës është me dominue mira. Për shkak temave të tjera, tu do ta përfundoj sot këtë temë, por në formë konkluze po e them, dhe ju e mani men mirë vëllezër të ndershëm, këshilla është farz, është obligim. Kush ka ikë dorë për këshillës, ka ikë dorë për misionit. Kush se ka pranu këshillën, ka ikë dorë për të mirës, e ka refuzuar të mirën. Dhe qëllimi i këshillës është me parandalu të keqen, me përmirësu individin, familjen, shoqërinë dhe me kriju një shoqëri të lumtur, pa telashe, pa ngarkesa. Momenti kur bie këshilla prej fuqisë, atëherë këshillat kanë me marrë rrugën dhe vërshojnë. Si thot një poet, e keqja nuk vjen thot si rufeja, po vjen si shiu kadal, e pastaj thot bëhet lumë dhe vërshon gjithçka. Kështu vjen e keqja. E ne si njerëz duhet jemi të kujdesshëm vëllezër, të këshillohemi me zveti, ta duam të mirën, të pozicionohemi drejt mirës, krijojmë breza, të shërbejmë familjes, vendit tonë, rrethit tonë, dhe të jetojmë bashkë sa na ka dhënë hise Zoti me tunitës e botë. Këtu po përfundoj për shkak të kohës, me lenin Allahut Azza wa Jall, me vazhdu pastaj me tema tjera në gjumën e ardhshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.